Socialistët nuk do të tërhiqen nga qëndrimi i tyre për mos votimin e ligjeve të cilët kërkojnë 3/5 e votave, për aq kohë sa nga ana e mazhorancës nuk do të tregohet vullnet bashkëpunimi për paktin me 10 pika të propozuar prej tyre. Në mbledhjen e grupit parlamentar, e cila u zhvillua me dyert të mbyllura dhe pa praninë e kreut të Partisë Socialiste, siç bëhet me dije është diskutuar për seancën plenare të shenjtës, ndërkohë që javën e shkuar kryeparlamentarja Topalli bëri me dije se të gjitha ligjet të cilët janë në shërbim të integrimit dhe përmbushjes së 12 rekomandimeve të Bashkimit Evropian do të jenë në rend të ditës në çdo seancë plenare. Edhe pse ndiqet kjo praktik, socialistët janë shprehur gjithnjë kundër, ndërsa shpesh futja e këtyre ligjeve në rend të ditës është bërë shkak për debate dhe replika mes të majtëve dhe kryeparlamentares Topalli, për të cilën socialistët akuzojnë se te i kalon kompetencat e saj. Siç mësohet në mbledhjes të diskutuar mbi qëndrimet që socialistët do të mbajnë në seancat parlamentare për një sër çështjesh, ku përmes debateve dhe interpelancave, të majtët do të synojnë të hedhin dritë mbi çdo veprim qeveritar dhe nisëm ligjore e cila për socialistët është në kundërshtim me interesat e vendit.